është pothuajse fakt notor se elementi kryesor i qeverisjes së mirë është transparenca. Transparenca përmendet në forma të ndryshme. Transparenca nënkupton të drejtën e qytetarëve që të jenë të njoftuar mbi ato se çfarë bën një institucion publik. Por, kur flasim tash për transparencën, duhet ta kemi parasysh se transparenca nuk është vetëm ajo që mot nivelin e vullnetit të një institucioni publik për të qenë ose jo transparent. Transparenca është edhe e drejtë e juaja, të cilën mund ta realizoni në forma të ndryshme. E drejta përqasje në informata në përgjithësi është esenciale për llogaridhënie dhe është esenciale për qeverisjen e mirë. Fshehtësia është djepi korrupsionit, abuzimit të kompetencave dhe keqmenaxhimit. Kështu, transparenca paraqitet si një mjet i fuqishëm për parandalimin e korrupsionit. Publiku duhet të jetë i njohur mbi vendimet e marrë nga institucionet publike. Një institucion transparent dhe një procedurë transparente ka më pak mundësi të përfshihet në abuzim se sa një institucion apo procedurë jo transparente. Kështu, përmes transparencës, ju nuk jeni vetëm marrës të shërbimeve publike, por ju paraqiten edhe si gardian i të mirave publike. Shumë prej ligjeve në fuqi kanë përcaktuar dispozita specifike që obligojnë institucionet që të jenë transparente para publikut. Duhet theksuar një çështje. Institucionet duhet të bëjnë përpjekje që në mënyrë proaktive të informojnë publikun mbi aktivitetet e tyre dhe të dëshmojnë përkushtim dhe përpjekje në ngritjen e nivelit të transparencës. Megjithatë, përtej parimit, e drejta përqasje në dokumente publike është e drejtë e mbrojtur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Neni 41 i aktit më të lartë juridik në vend ka përcaktuar se secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike dhe se dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror janë publike me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj për shkak të privatësisë, sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë. Me qëllim të jetësimit të kësaj dispozite kushtetuese, me qëllim që të materializohet mundësia juaj për të qasur në dokumente publike, Kosova ka miratuar ligjin për qasjen në dokumente publike, i cili garanton qasjen në dokumente publike të gjithë personave pa asnjë diskriminim. Në ato dokumente publike të cilat janë të prodhuara, të pranuara, të mbajtura apo të kontrolluara nga institucionet publike. Sipas ligjit, institucionet publike detyrohen të publikojnë në mënyrë proaktive çdo dokument të publikuar, të prodhuar, pranuar, mbajtur apo të kontrolluar, qoftë ai në formë elektronike, përmes publikimit në faqen zyrtare të institucioneve publike, dhe kjo pa marrë parasysh mungesën e një kërkese përqasje. Secili prej institucioneve publike ka faqet e tyre zyrtare, të cilat vazhdimisht duhet të përditësohen me dokumentet që ata nxjerrin. Por, çfarë konsiderohet dokument publik? Ligji për qasjen në dokumente publike ka definuar këtë. Sipas këtij ligji, dokument publik nënkupton çdo akt, fakt apo informat, në formë elektronike apo me zë, formë të shtypur në incizime vizuale apo audio-vizuale, të prodhuara apo të mbajtura nga institucioni publik. Dhe po ashtu, pikërisht ky ligj e definon edhe informacionin, që nënkupton, por nuk kufizohet në dhëna të ndryshme si fotografi, vizatime, video, film, raport, akt, tabel e tjerë që mbohen apo kontrollohen nga institucionet publike. Kështu,
Kur flasim për qasjen e dokumente publike, dispozitat e ligjit për qasjen e dokumente publike mundsojnë qasjen e dokumentet publike dhe informatat publike sipas këtyre kuptimeve. Përkundërse institucionet publike detyrohen që në mënyrë proaktive të publikojnë dokumentet publike, kjo nuk ndodh gjithmonë. Në shumë raste, ju nuk mund të qaseni në një dokument të caktuar publik, që kanë nxjerrë një institucion publik. Në këtë situatë, ju keni të drejtë që të parashtroni një kërkesë për qasje në këto dokumente publike. Sipas ligjit, ju, si parashtrues të kërkesës për qasje në dokumente publike, nuk jeni të obliguar që të tregoni arsyet se pse po ju nevojitet ky dokument publik. Kërkesa për qasje në dokumente publike mund të dërgohet secilit institucion, i cili e ka prodhuar, pranuar, i cili e mban apo e kontrollon dokumentin publik që ju kërkoni. Nëse kërkesa për qasje në dokumente publike është dërguar gabimisht në një institucion tjetër, atëherë institucioni publik duhet ju njoftoj juve me adresën se ku duhet, me institucionin se ku duhet adresuar kjo kërkesë, e nëse këtë nuk e ka të mundur, atëherë t'ju referoj tek Agjencia për Informim dhe Privatësi. Nëse nuk paraqitet kjo situatë, pra, ju i drejtoni pikërisht institucionit përkatës, institucionit që e mban apo kontrollon këtë dokument publik, atëherë institucioni publik obligohet që ta trajtoj kërkesën për qasje në dokumente publike brenda afatit prej 7 ditëve dhe t'u lejoj qasje në dokumentin publik apo të nxjerrë një vendim të arsyetuar mbi refuzimin e dokumentit, mbi refuzimin e qasjes në dokumentin publik. Në disa raste, institucioni publik mund të kërkoj edhe zgjatjen e këtij afati për 15 ditë të tjera, nëse dokumentet që kërkohen duhet, nëse në dokumentet që kërkohet qasje duhet të kërkohen në një numër të madh të dokumenteve, apo jashtë institucionit, apo në qasjet, apo në rastet kur kërkohet qasje në një numër të madh të dokumenteve. Por, cila është forma praktike e qasjes në dokumente publike? Sipas ligjit, formën se si ju qaseni në dokumente publike, ju e përcaktoni vetë. Do thotë, ju përcaktoni se në cilën formë preferoni të qaseni në dokumente publike. Sa i përket shpenzimeve, institucionet mund të ngarkojnë një tarif që është ekuivalente me shpenzimet e printimit, kopjimit të dokumenteve të caktuara, e cila nuk i tekalon shpenzimet e rregullta. Duhet specifikuar faktin se parimi, sipas ligjit, është se të gjitha dokumentet janë publike. Pra, fillimisht dokumentet janë publike dhe ky është parimi. Më pastaj se cilat dokumente nuk janë publike, ajo më pastaj është përjashtim. Normalisht, për arsye legjitime, siç janë mbrojtja e jetës, shëndetit, mbrojtja e hetimit disiplinor, hetimeve penale etj., ligji ka përcaktuar edhe situata kur institucionet publike mund të refuzojnë kërkesën e juaj për qasje në dokumente publike. Fillimisht, duhet theksuar se refuzimi një kërkese për qasje në dokumente publike nuk mund të bëhet në mënyrë arbitrare. Duhet që të ketë një vendim të arsyetuar sipas ligjit për refuzimin e një kërkese për qasje në dokumente publike. Fillimisht, refuzimi i një kërkese për qasje në dokumente publike nuk mund të bëhet duke përdorur apo aplikuar bazat të tjera përpos atyre që i lejon ligji. Siç e tham, janë mbrojtja e shëndetit, jetës, hetimi disiplinor, hetimit penal etj. Megjithatë, edhe kur aplikohet kjo bazë, institucionet nuk munden thjesht me thonë rastësisht në hetime dhe po e refuzoj kërkesën për qasje në dokumente publike. Nuk mund ta bëjnë këtë sipas ligjit përderisa nuk e zhvillojnë një test të dëmit dhe të interesit publik. Çfarë është ky test? Në secilin rast,
institucionet, para se të refuzojnë një kërkesë për çosjen dokumente publike, duhet të bëjnë një test të dëmit për të vlerësuar nëse dëmi që i shkaktohet një boze, që e përmendëm, për shembull, boza është hetimi disiplinor. Nëse dëmi që i shkaktohet hetimi disiplinor është më i madh sa interesi publik. Në këtë situatë e refuzon kërkesën për çosjen dokumente publike. Ndërsa në rastet kur interesi publik është më i lartë se sa dëmi që mund të shkaktohet një çështje të caktuar, të mbuluar me ligj, atëherë prapë se prapë institucioni nuk duhet ta refuzoj kërkesën tuaj, mirë po duhet të ofroj çosjen atë dokumente publike që ju keni kërkuar. Nëse institucionet publike refuzojnë kërkesën tuaj për çosjen dokumente publike, apo siç ndodh jo rol herë, nuk përgjigjen fare në kërkesën tuaj për çosjen e dokumente publike, atëherë ju keni të drejtë që të parashtroni ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Ankesën duhet të parashtroni brenda afatit prej 15 ditëve, që nga dita kur është marrë vendimi për refuzimin e kërkesës tuaj për çosjen dokumente publike, apo pasi të kenë kaluar 15 ditë që kur institucionit i ka përfunduar afati për të përgjigjur. Pra, i ka posur afat 7 ditë për të përgjigjur në kërkesën tuaj për çosjen dokumente publike, nuk është përgjigjur, pas kësaj dite fillon llogaritja 15 ditëve, brenda të cilave ju keni të drejtë i drejtoheni me ankesë Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Agjencia për Informim dhe Privatësi është obliguar që ankesën tuaj ta trajtoj brenda një afati prej 30 ditëve. Dhe varësisht vlerësimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, ajo mund ta aprovoj ankesën tuaj plotësisht apo pjesërisht dhe ta obligoj institucionin që të ofroj çosje në dokumentet që ju keni kërkuar. Nëse institucionet përkundër kësaj nuk veprojnë në përputhje me vendimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, atëherë Agjencia për Informim dhe Privatësi ka të drejtë që të shqiptoj gjobë institucionit përkatës. Në procedurë administrative, vendimi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi është përfundimtar, por nuk është mjeti i fundit juridik që ju keni në dorë. Nëse ju nuk pajtoni as me vendimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, atëherë ju keni të drejtë të parashtroni padi në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative. Pra, të ushtroni padi kundër vendimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, me të cilin ju nuk jeni të kënaqur. Duhet theksuar një fakt. Parashtrimi i ankesave për çosje në dokumente publike nuk lidhet vetëm me dokumentin publik që ju keni kërkuar. Kërkesat e juaja për çosje dokumente publike ngrisin transparencën e institucioneve dhe rrjedhimisht ngrisin llogaridhënien e institucioneve para qytetarëve. Marrim shembull, do thot një rast specifik. Prokurori i shtetit për vite me radhë kishte refuzuar kërkesat për çosje në aktvendimet për hudhjen e kallëzimeve penale dhe aktvendimet për pushimin e hetimeve. Përkundër kërkesave të vazhdueshme që paraqiteshin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Betimi për Drejtësi, këto kërkesa refuzoheshin e dikur në këto kërkesa institucionet edhe heshnin. Me funksionalizimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Betimi për Drejtësi parashtruan ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi dhe kjo e fundit vendosi se këto dokumente duhet të jenë publike. Kështu, për te dokumentet që u kërkuan me këtë kërkesë, tani më u vendos një parim, u vendos një standard. Aktvendimet për hudhjen e kallëzimeve penale dhe pushimin e hetimeve tani më janë publike. Dhe në raport me këto aktvendime, sot institucioni është më transparent për shkak të këtij vendimi të Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Dhe ndërtohet një standard adekuat. Tani më secili prokuror do ta ketë parasysh të arsyetoj më mirë një vendim të nxjerrë nëse e di se i njëjti më pastaj do të lexohet edhe nga publiku i gjerë. Për këtë arsye,
kërkesat e juaja për qasje në dokumente publike, për te dokumentet që ju e kërkoni, kontribojnë edhe në ngritjen e përgjithshme të transparencës.